Në kjofë se ashtu më lejon për me kapat fazën e dytë, pra në kjofë se në kohën e kreshmeve në pastrohna, me rinjallin e Krishtit në bahna tri, you have a renewal, në bahna jena krijes e retash, nuk jam aj Fredi për parshëm, jam kjo i riu, sepse me rinjallin e Krishtit, rinjallin edhe na, fillojmë jetë re, pa vese, pa të këqia, pa inade, pa alkohol, pa drog, pa shamat, pa dashakeqësi. Më pëlqej jashtë zakonisht shumë që për një llorat që ajo që thoti unë kur nuk urrej njerëzit. E shoh vedin që impossible me urry. Ai është një vërtet që ta ka dhënë Zoti. Qysh për pra, a imagjinon tash tan njerëzit me marrë atë vërtet nëpërmjet purifikimit, nëpërmjet pastrimit që kanë bë gjatë kreshmeve. Edhe atëherë fillojnë me fillu një jetë të re. Atëherë janë mas pashkve, janë 50 ditë tjera që janë që i thonë periulla e pashkve, janë 50 ditë Pentakost, dhe që vjen shpirti shajt. Pra, ta njët që kena fitu, ta njët pastrim që kena ba, ta njët jetë tre që kena fillu në Krishtin, mas rinjallis, na fillojmë tash me mush me hirë, edhe në kohën e Pentakost, me shpirtin shajt, që a Pentakost ne na unifiku me Zotin në banjë. Jena të taman bit e bijat e Zotit, edhe atëherë vazhdon koha tjetër e tanishme, mi jetu në këtë botë si bit e bijat e Zotit. I shpengum, adin për tanë nga veseve, vedem mirësi, të i dhanë mirë. I shofu në komunitetin tonë, sa njerëz janë kështu. Ata nuk janë vetëdijshëm, ja bajnë vetëditun. I dhëmë jeni këti kja rrit një stad nëllët, kja rrit në të unifikimit të majtë Zotit, ne pa të shemullin të në përsosën. Që thot Aristoteli? Ai filozofi famshëm thot, you become what you understand. Ti bahesh atë që e kupton. Kjo se keme e kuptu një diqa mënyrë perfekte, ti gëmu u bani ashtu. Se bate jotja. Pra, për i ketë, vjen aja që i thot, ashtë ai libri Campos, ati që i famshëm që i thot, imitacioni Kristi, imitation of Christ, pra me imitimi i Krishtit. Me imitu jetën e Krishtit një jetën tonë. Tu i marrë aspektet ndryshme të jetës ti. Për shembull, çfarë momentit i përsosur kishte me kanë për besimtarët, kur Krishti në kryq, biri i Zotit, që ka ardhur në këtë botë, e ka përvujtnu vedin në mënyrë të jashtëzakonshme, për i biri i Zotit mu bë njëri, me marrë trup, me kap pas materie, me shty, me ra, me i bë gjithçka. Pra çfarë privilegjit të jashtëzakonshëm në ka ba të jardë. Pa kërku kur farë fe favorit për i njerëzve. As një favor, as që ka thënë ba një shpia, as më ba një këpuq zbukra të eshat bukra. Kam zbath, thot që kemi shajt ka ecë, me do petka. Edhe kur ka një Jerusalem ka me gumar, ja ka kërku, nuk e ka ble, sa kanë proni ti, ja ka marrë ruhan njenit, apo më në më gumarin. Se du mi i shku aty, mos mi, tha njerëzve që ka marrë mi u balnon, jam të jardë i përvujt. Vetëm du mi u mësu. Ty i ba mërkullina pa fund. Ty i shnosh, ty i njallë për i dekunit. Ty i dhanë ata fjalla. Që thot Shëngjoni. Në fillim ishte fjalla ishte në Zotin, e fjalla ishte Zot. E fjalla erdhe e banoj në ne. Pra ty në lanë fjallën. Që i kalën tana dimensionet që mundet me lanë një njëri. Një njëri ty nuk mundet veç me lanë pare. Nuk mu e më mlanë, e fjalla në gjithë qa, në pjetën e pasur, pra e kallan fjallën, edhe një këtë njëri e kapin e rahin, e poshnojnë mënyrën ideale të ja hek teshat, e vejnë në kryq, me dek mënyrën më të dhunshme që mundet mu ekzekutu. Si ka mundësi, tash i këtë person, jam të thënë Krishti njëri, pra Krishti njëri, Krishti Zot është diferent, sa e kështë Krishti njëri, për në kryq, i ty në njerëzve që i ka ba vete mirë, që nuk i ka kërku kur një favor, që ka fjetë tokë e tana, mi i thanë, o Zot fali, se nuk dinë se qa kanë ba. Nuk dinë që anë të i ba, fali o Zot. Qfar shpirtit ka pasaj? Imaginoj tash me mujt me e adaptu në një shpirt. I herë në kuptim. A dhe ba me e kuptu, ta me një shpirt, unë jam banjaj. Unë jam banjaj. Pranaj, kjo është ajat që thashë edhe i herën, në banja një krijesë e re në ringjalljen e Krishtit, atë fillon unifikimi, kur vetë vula unifikimit, kur marrim shpirtin shajt në Pentakost, mas 50 ditëve.
Qa është kryqëzimi? Është afirmimi ma i përsosën, pra është shpallja ma përsosën, akti ma i dukshëm që ka ba Krishti në dashni për njerëzit, të i dhanë jetën e vetë. Ja është kulmi. Që thot Papa Benedikt, kam shumë qef, është një në pap ma special të mi, është i përsosën. Në kjo thot se dikush, do në me refuzu vujtjen, a i s'ka me jam të o parafrazu, kjo se dikush refuzon vujtjen, a i nuk ka me shiju kur dashnin. Kjo se hek dorë për i vujtjes, keme dashnin nuk e ke. Ata shkojnë bashk. Si i thot Krishti, i thot apostëve, thot, kam ju dash, thot si dun. Duni një një tetin, thot, si unë ju du ju. Mi bo apostëve mi thonë, po si na donë ti ne? Pritni, mas kini, mas ungutni. Keni me pa si ju duhen ju, se ka me dek për ju, ka me vujt për ju, ka me dek për ju, e atëherën keni me kuptu ju, e kur ta kuptoni ju një baun, e kur një baun ju atë e shkoni në bot, e shpal një njatë, mësoni tanë njerëzit me ba njështë si kam baun. E atëherën ka me mujtë mu realizuaja artë mërëtnia jote, u ba vullnesa jote si në qila në tokë. Ashtë i përsosin, më beso mu, sa herë që meditoj e përnetorit të urtia kisha e të mahnitën. Ashtë pa besushme, aja urti pa hynore, ashtë hynore, me të këshën din si thonë të Amerikanë, me vetëm goja nuk din që me thanë, s'mun është me i thanë e përsosën e mërkullushme, vetëm është e përsosën. Si do da shpjegoni kuptimin e lidhjes të pashve me festën e pashve hebraike të popullit hebrej? Gjithmonë hebrejt, hebrejt kanë gjithmonë vetëdijshëm për Zotin. Gjithë qatë që kanë arritje, që kanë pas njëtën e ty ja kanë dediku Zotin, edhe adhurat. Njështu që edhe na duhet me ja dediku Zotin. Shnetin, jetën, familjen, tane i kena adhurat për Zotin. Botën, gjithë qatë që kena adhurat për Zotin, asë se s'kena në tjetër. Në kjo se na kena një adhurat, një sen, da ti duhet me ja dediku se në yshej, vedem Zotin a kolan, nuk muna me fitu. Kush është ta njëri që ka shku ka ble inteligencë? Aja është adhurat, ose mu ba ma i gjata, ma i shkurta, ma i bukra, ma e me rralë. Tanë adhuratat, janë adhurat për Zotin. Edhe hebrejt, që na prej ty në kena mësu, e kanë, janë mundu me transformu një athirë Zotit me e ba dukshme, të prekshme, në përmjet liturgjisë, edhe ata kanë pas liturgjinë. Pra, do me thanë, që kanë kënë për hebrejt, pashk, të që i thonë Passover, mi u kujtu që Zoti e ka pru Abrahamin, Zoti e ka një bu Abrahamin, Zotin me gjithë sa kanë në të moshat shmale, i ka lanë Abrahamit Isakun. Për Isakut me ardhë Ezeu dhe Jakobi, e për Jakobit më ardhë 12 fëmijët e fiset e Izraelit, atë e mu shumun ata kunditat mërshme edhe armiqësore ku ka njëtu e mu ba një popull. E atëherë mu shku në Egypt si sklever, po shnum në njërë të mërshme sa kanë hupe dhe dignitetin, me thanë që jena bitë e Zotit. Atëherë prep Zoti asiston me Mojzehin, edhe i bjen në tokën e përmtume, të i hap detin, për 40 vjetë të i formu dhe i herë në dignitet e më rralë, edhe i bjen në tokën e përmtume. Këtë e kanë menu, pra, pashkt e qifurve janë kanë me shku mrapa gjithmonë, edhe me kanë me të vedishëm që ka ba Zoti për ne, që mi a ditë Zotit për nerë. Adin, pra, me kanë faliminers, me kanë Thanksgiving, me kanë gjithmonë mirë njësë, për qaj ka ba Zoti, edhe me vazhdu me ecë një të rrugë, sepse Zoti ka mi asistu gjithmonë. Atë pra ne ka kënë, a dasht me ardhë tanë hebrejt, ku do që kanë kënë diaspor, ka në ardhë një Jerusalem, edhe ka nejtë 50 dit. Ka nejtë 50 dit. 7 herë 7. 7 javë, se 7 a numëri perfekt, që banë 4 të namë. 50, ne i thojmë Pentakost, për i greqishtës, Penta, që janë thanë 50 diqi, edhe atë janë me që do të thënë janë mush, atë janë me hirë, edhe janë shpërda, kanë shku njetën e tyne. I kja është paka shumë e njëta gjanë, është mirë njohja kërshi Zotit, për këtë transformim që në ka lanë në përmjet dashnis ti, asisens ti, edhe në mirë njohja për Zotin që në përmjet Krishtit, e me Krishtin,
na ka asistu ne, na ka transformu, e na ka adaptu, na ka ba në primit Krishtit, bite bijat e Zotit. Don Fredi, do të falësh, do të ndërpresim këtu, do të jetë me fundi i pjesës parë, dhe nesër do të kemi pjesën e dytë. Shikues të nderuar, e ndërpresim bisedën këtu, ishte fundi i pjesës parë dhe nesër do shikojmë në pjesën e dytë. Dhe atëherë, miru pafshim.